Rok, faleminderit që erdhe. Faleminderit për jush. Sot atëherë do të flasim për një këngë. Për një këngë me teksturin dhe kënua ju. Do t'i vesh plagët e shtetit. Është një këngë që i kushtohet një dëshmori nga rrjolli i Malësisë Madhe. Si lindi ideja e kësaj këngë? Unë kam kënë fëmijë. Në zanafillën time, si një njeri që kisha dhunti për artin, sepse talenti lind, domethënë në shkolla nuk prodhon talenti lind çdo fush. Më duket se Zoti ma kishte caktuar për hise që unë të kem talent edhe me shkrua, edhe me kriju melodike muzikore, edhe me interpretua. Atëherë, dy nxjarje kishte rrjolli, dy nxjarje patriotike. Ishte rënja e 4 bijve të rrjollit në nënor të 43-shit në fshatin Banush nga Rëshkullaj dhe nxjarja e rënjës në Bukovik të Tetovës të Tomnik Gjelej. Të dy ishin ngjarjet më madhore për rrjollin. Tani, masi shkrova një tekst dhe muzikë për Tomnik Gjelej, unë fillova, testova vedin, a mund të bëj diçka për 4 bijtë të rrjollit. Frymëzimi ishte sepse nxjarjen e kishim të frest, e tregonte baba, djes past, Axha, shumë njerëz në rrjoll, kur tregoshin, domethënë, kjo bate buj më shumë në prag të festave e kryesisht të shëlbumit, kur e tregoshin me dhimbje, ardhjen e 4 vigjeve, se vigje janë quajtur në atë kohë, të djemve të rrjollit, nga disa qindra njerëz, nga Rashkulla, nga Rashvorfa, si që ka në kohë, dhe në një kufi, në një sandar që ashtë quajtur Lama Gjeleve, i dorëzojnë këto 4 kufoma, dhe rrjolli me dhimbje të madhe e merr edhe i rreshton 4 vigjet para në oborrin e kishës. Dhe fillojnë e mendojnë si do t'i varrosim me priftin, thot, ne do të varrosim Bajram Cufin, dëshmor të parë, na respektuolle besimin fetar, manej po i njëjti Kallablek, varrosë edhe tjetër, edhe për një ditë varrosën 4 bijtë e rrjollit. Dhe atë vit nuk është lutë festa. As ka pas këngë, as ka pas si ka kënë në atë kohë, me qitë me harë, me skurxhan. Manej, unë kam mbaruar fillorin në Kokë Papaj. Aty quaj Baçja, njëtën me shkollën quaj Baçja Kishës. Edhe ne shkoshim aty, kishim drejt nxënësit e shkollës, me atë rojën e kishë se dejnë breg shëut. Aty, afër bregut shëut, i kanë thanë, ujtë aty, gjithmonë thoshim, këto janë vorret e muslimanëve të shpellxejve, ku aty kishte edhe vorrin Bajram Cuf shpellxej. Aja kanë pat suksesin e vet, ma vonë u nërpres si këngë për arsye sepse djali i dëshmorit, i quajtur Lan Bajram shpellxej, një djalë që ka kënë figura, nër figurat më piktoreste të Malësisë Madhe, jo vetëm të rrjollit, një djalë i pashëm, sa që dal nga adoleshenca vet, ai implikojnë, jo se implikohet me ngjarjen e Xhajdarit. Dhe siç e ka vlerat malësori, u targua stoik, spranote mu kompromentua, mu rekrutua dhe bani gjithat burg. Për këtë arsye, ma nërprejnë këngën. Tani, erdhi demokracia. Dhe familja shpellxej, pa i përmend me emra, disa herë më erdhën e më thonë, na e banë edhe herë këngën e 4 bijve të rrjollit, na rinxjall këtë këngë. Megjithëse ata ishin dëshmorë edhe në atë kohë. Përfundimisht, dikush dakord, dikush jo dakord, si shqiptarët, si thot fishta, një grush pleshta, ma pari banë se 4-5 shqiptarë bashkë, unë vendosa, sepse e meritote edhe unë thash po, do të ribaj edhe herë, por pa i ignorua ata djemë që kanë ramete, edhe e titullova do t'i vesh plagët e shtetit. Këtë tekst masi ja realizova,
e realizova, hyrjen e kësaj këngë, unë ja besova artistit të pavdekshëm, Reshat Arbana, që është një këngë, e orkestrova te Mon Xhulali dhe e bam edhe videoklip. Roko me që fole për shpellëzat. Janë familje autoktone në Rrjoll. Përpara se atëherë isha fëmijë, po kur vendosëm me bë këngën për Bajram Cufin, me personalizua si dëshmor, unë sigurisht kam pyet shumë, përveç se edhe vetë nuk jam i ri, edhe unë di diçka nga baba, nga se më ka dek gjyshi 94 vjeç. Edhe unë kam xhelaj edhe në Rrjoll të Velipojës, nga fision kolla atje, xhelaj. Unë e di historinë, jo 100% si prind tonë, para e di, para arsyen, sepse nga Rrjolli, Kokpapaj, zanafilla aty ne kanë shkuar në Rrjoll të Velipojës për me dimnua, zonë e gjallë, sepse ata kishin atë malin me një gjeth që quhet kripç, që pra s'kishin mundësi, edhe kjo ka kanë zanafilla. Manoj, rjollorët kishin ma sukses me ne atje, koha bani punën e vetë, në mes këtune familjeve, ose këtune fisëve, sigurisht ka kënë edhe fisi shpellëzaj. Që kanë emigru në Rrjoll. Që kanë emigru atje. Dhe nga thanjet e gjyshit, edhe të njerëzve, sot që s'du me dhënë me që janë Rrjoll ala gjallë, me kanë tregua krejt zanafillën e familje shpellëzaj në Rrjoll të Velipojës. Që do thotë, një familje mirë, një familje pasur. Beg. Janë qujt beg, sepse beg janë qujt, sepse i pari të në ka ble, dhe sigurisht janë hipotekua si ka kënë atë kohë të apia turkut e tjere tjere. Pra, e di edhe këta që kanë pas një nga tres, me një fis tjetër që modestisht s'është nevoja përdej sa ajo plag është myllë në atë kohë, dhe e kanë myllë me burni, për motive të dobta, sigurisht opinioni t'i gëllon edhe sot që të pa fajshëm kanë kënë familjet shpellëzaj, por burni atër ka kënë burni, jo si sot fëmi, dhe i kanë mëllë, edhe janë bon, nuk e di, aprobatina kumaridit, qka kështu, dhe për respekt, për mos menej aty mashkujt kanë lëviz, kanë lanë në një grua diçka sa për aty, për mbrojtën, për ata prona që kanë pas, e për shpije, për që kanë pas, dhe kanë, në dijen time, kanë na e pak kohë në Zagor. Masanej kanë arë prapë në vendlinjën e vetë. Po jo në Shpellëzaj, në Kokpapaj, nuk të Rjollit, asë të Rjollit. Aty, sepse aty është Barrosi dhe Bajram Cufi. Aty ku është e shpia të aty, Masanej, sepse ata kanë shpinë. Pra, duke i pas parasysh vlerat e kësaj familje, vlerat e këtij personazhi, edhe pavarësisht se ka bëburg, edhe vlerat e djalit ti, edhe e gjithë gjenerata e këtij mbiemrit, unë e kishëm për nerë, detyra ime është që këto vlera që na i kalon të parët, t'ja u shkunin pluhrin dhe t'i thomë këtu ke venin. Sepse artisti edhe krijuesi çka është në vetvete? Është një shërbëtor vlerash. Zoti ja ka dhënë talentin për mi shbryer këtë në vlera, edhe me atë talent që ka dhënë Zoti, me përkushtim, edhe me kulturën, edhe me profesionalizmin, realizon diçka që besoj i metë shoqërisë e breza në të ardhmen. Po Roka ka të tjera, familje të tjera kështu të mbulume që nuk i din malsorët, nuk i din rastet tilla si puna e shpellëzave, që ju do t'i përjetësonin këngë. Unë e kam ballë një këngë për Rjollin, veç. Edhe e kam ballë sepse Rjolli i ka disa vlera që pak kush i ka në veriun e Shqipërisë. Për shembull, Baleci, Kalaja ose Ballexha. Baleci. Pak, aja është një flori nga gjithë që ta kapish vlerësh, por është lanë për dy, ndoshta edhe për dobësi të rjollorëve, edhe të arkeologjisë shqiptare, të historisë, të studiuesve tjere, sepse aja është njoft, ndoshta daton para Rozafës, Baleci. Kërëcenër e artizanit shqiptar. Në atë kohë, përpunohet ari, derdhet akumo, s'po ka rëndësi, po fisi Qangaj,
Qangaj, unë e kam diskutuar qysh i rjetin, u ka metë sepse ata kanë artizant më të shquar që ka njoftë komi shqiptar. Janë njoftë dhe në Romë. Aty u gjetë edhe komonat që dinë fort mirë tjetër. Masa ne flasim për UNESCO-n, për Gjubletën. Gjubleta si është realizua. Baza e Gjubletës, spiku, etj. Pra, rjolli ka pas mbi 45 venica, ku është prodhur zhguni, spiku, etj. Plus, Prifti Hasjan, i cili shkroi qetën e profetëve. Në shpellën e që ka me shpella Bogdanit. Pra vetëm me kap këtë 3 zana, nuk janë pak. E unë e kam ba një këngë për rjollin, jam i kënaqur, sigurisht më shumë duhet me ba për rjollin. Ka hala, rjolli është i virgjër, si shumë e shumë zana. Unë i kam ba 6 edicione Komrave në Malësia. 6, 10, 16, 16 me i ba, Malësia Madhe është e virgjër, aqe virgjër, sepse vetëm me ba pyetjen, pse quhet Malësia Madhe? Malësia Madhe nuk është e madhe për, si thot jugu, për bemat që kanë lënë të parë tanë, që i kanë lënë vlerën kësaj Malësia. Për historinë e saj do të kenë rast në ta flasim herë tjetër shumë a gjatë për historinë. A je krenar që je nga rjolli nga Malësia? Unë jam krenar, ne jena rjolli është i ardhur me thise nga trojet e Malësisë Madhe në shtetin e Malitëzi andaj kufinit. Po, janë, s'po duhet është, sepse nuk po du me qfletua se ma mirë se sa i ndjeri publicisti, studiusi, paharuri, në Bacaj, nuk i ka thonë kërkush, e ne nxanësit e në Bacit, përsa i përket vlerave historike, hulumtimeve tjera, dhe, por ama, unë e di, prej ka kam prej ardhen, edhe kur kena ardhë, sepse kam lodhë trurin, kam lexuar qysh fëmijë në bibliotekën Ahmetosës, me Dominiku Ggjinaj, e s'po du me përmend etj. Kisha është një arshiv certifikuese që i ruan zonat ma saktë, dhe kështu që rjolli është i ardhur nga 3-4 fiset e rjollit janë të ardhur nga koja e Kuqit. Kisha diçka më shtuar. Për familjen Shpellxoj. Nuk dëshiroj të merrem me politikë. As të baj rolin e të diturit. Por dua në këtë moshë, në këtë konsolidim që kam unë, si rock, si artist, nuk jam një njeri nga rruga, po jam një njeri i shkolluar dhe me një përvojë 50 vjeçare në skenë. Një gjëj qysh për vete. Kam pas momente që më thoshin ky është nga Kosova. Ky është, po të rgoj një ngjarje. Në Tuzë Malitëzi, jep një koncert. Edhe më thonë, ky grup i bukur shumë në pëlqen, se ky djali që po drejton grupin nga është nga Kosova. Unë e kapa këte në salë, dhe i thashin në fund, unë jam djali juj, nga Malësia Madhe. Unë jam marrajt e mija. E njëjta zonë, e një gjëj në për portale që fare fisi i bërëm të cuf Shpellxojt, nuk janë nga Shpellxojt, nuk janë nga rjolli. Këte deklaroj vetë, sepse ndryshe unë nuk do ta kisha ullë vedin me ba një këngë për një dëshmor, sepse unë e kam shkrej talentin, bashkë me Reshat Arbanen, me Manzulalin, dhe kena realizua me televizionin Bëskaj një videoklip edhe një këngë e cila besoj që ka me metë. Sigurisht, pa e nda nga ngjarja makabre, bashkë me 3 shokët e vetë, që ne i kena qujtë gjithmonë 4 bitë e rjollit. Pra, le ta din kush të do, se Bajram Cuf Shpellxoj është djalë i rjollit, i varrosur po në luk të rjollit, poshtë 100 metër poshtë kishës rjollit, Kokpapaj. Është edhe kulla si për atje, pra
si marrin guximin në njeri, kush të qofte. Për mua, artisti nuk fyën kanë. Po ama, si marrë guximin edhe donë me tjetërësuat tjetrin, është gjesti ullët. Që ti tjetërësosh tjetrin prej ardhin, ose të gjykosh tjetrin dhe aty ku në përjetësi, vetëm me vorë, asnjëherë ne nuk kena balojna. Betimet, kur janë betuar njerëzit në kish, të vorët, është falë gjaku, janë falë shumë gjana. Faleminderit. Respekt shumë për ju. Do të shkoj e të haplën dinat, dhe unë e tostja marrë mi shpin, e nga gjumi ti qaj trimat, ata se ranë për lirin. Për shëndes o Bajram Cufi, do t'i vesh flagët e shtatit, bash flamurin e ta puthim, si që puthera